وقال الله تبارك وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أو كما قال. تندروا على الأسبوع والسلام والسلام في سفارة أنبياء الله تبارك وتعالى. اللهم أنا أبرم الله من دين المشرك كفر كفر بروجك الله تبارك وتعالى غشتو أكيد شيء كفريور غاكيد شيء بيت ربنا që si pasojë që mundën ata të na humbin apo veprat tona janë si pasojë që mund na shpërbrej Allahu te bareke ve teala në botën tjetër. Salatu selam pe Muhamedit alayhi salatu wassalam, pak kursier as pak në ditën e Xumah në shumë hareketon dhe duhet të mbjellim tek njerëzit se dita e Xumah nga shumë efekte që i ka, dhe dobi që i ka, dita e Xumah përjetohet. Dita e Xumah për besimtarin përjetohet. E shef një ditë tjetër. Si e shef, ajo duket në brendim shpirtërore. Në ditën e Xumah njeriu ka një disponim pak më ndryshe nga ditët tjera. Në ditën e Xumah si ku njeriu largon brengat e dunjos, diçka nuk pritet pak të dunjos. Që ajo që është specifike në ditën e Xumah, është se në ditën e Xumah duhet të shpeshtohen salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sot puna e davetit dielës së Islam është bërë gati për obligim për çdo person i cili ka mundësi të paktën me shpërndar energji pozitive për fe dhe me bo davetin në forma të ndryshme që ai ka mundësi. Shembull të paktën sot jemi në botën elektronike, të paktën të kujtosh veten tënde dhe të shpërndash salavat dhe selamet, saqë çdo njeri i cili kur të hap faqen tënde, çka ke e pa marrë parasysh në cilin rrjet social, të paktën të kujtosh se sot është dita e Xumah, edhe për kujtim me nacionin tjetër duke dërguar salavat dhe selam pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe kjo është një mirësi prej mirësive të Allahut te bareke ve teala, dhe ne inshallah do të mundohemi inshallah deri në fund që mirësitë e Zotit të shpëtojnë, sidomos nëpërmes rrjeteve sociale, qoftë Facebook-in apo qoftë Viber, shumë rrallë rrjete të ndryshme sociale, që ne të paktën të përfaqësojmë vetëm tonë se kush jemi edhe asnjëherë mos na vinë tur mbarë se ne postojmë diçka që ka të bëjë me fenë. Kështu që nëse bëhet shkak një njeri i cili për të dërguar salavate me pejgamberin apo për të bërë dua, ai njeri që bën dua, shon salavate, i ka shpërblimet veç dhe ti si person që bësh sebeb për një punë të hajrit, inshallah edhe ti do të kesh shpërblimet që mundohesh vetëm nëse të kjo kamuflazh apo sipërsi para të tjerëve e mos jemi ato të cilat në mbretërinë tonë nuk i kemi. Pra salat e selamet të dërgojmë Rasulullah alayhi wasallam, inshallah, duke dashur pejgamberin, duke ndjekur pejgamberin selam, Allahu inshallah shefatin e pejgamberit në ditën më të vështirë, në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit, në ditën e mahsherit, në mahshar, në ditën kur njerëzit do të jenë në tollavi e sipër, atëherë pejgamberi alayhi wasallam do të ketë një privilegj që do të dalë Zot të umetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Saqë ka në disa rivajete që thuhet që zebanit e xhenemit kur të marrë njerëzit për me i fundosur më tepër në xhenem, pejgamberi do të reagojë me thonë mos na prekin umetin tim, se Allah më ka dhënë këtë të drejtë që unë të jem që të dalë Zot umetin tim. Nuk do të ketë këtë privilegj, ai njeri i cili nuk e ka dashur pejgamberin. Me bani pike nuk e ka dashur pejgamberin, kur kush nuk thosë se puna pejgamberin. Por dashuria e si shpreh në mënyrë praktike kur ne
praktikojmë diçka që ka thonë pejgamberi alayhi sallam. Biles me konë që thot njëri, po kjo ka të bëjë me sunnetin, ka të bëjë me sunnet, ka të bëjë me traditën profetike, ndoshta Zoti nuk na dënon e kështu me radhë. Pra mos praktikimi në sunetin e pejgamberit, në momentet caktuara inshallah nuk ka dënim, ama mos praktikimi në vazhdimsi i sunetit të pejgamberit alayhi sallam ka dënim. Nga ajo se Islami apo Kurani nuk mund të duket të kuptohet pa me pa praktikën e pejgamberit alayhi sallam. Nëse marrë bëjnë për së drejti, në namaz, në Kur'an përmendet namazi se duhet të falë, duhet të bish ruku, sejdë, kështu me radhë, ama se me e kënduar Fatihan në kam, me këndu një surë mbrapa, me bërë ruku si e ka bërë, me ndër një kam, me ndër ruku, në sejdë, me dorët, gjuntë, gishtat e kam, kështu me radhë, prej tu e marrë prej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, po prej ku e mësoj pejgamberi namazin, principit e mësoj namazin pejgamberi mësoj nga Gjibrili. Pasë sahabit e mësoj prej pejgamberit e mësoj dhe përcjellën. Kurse Allahu te barekuhu ve teala u prej Gjibrilit se si duhet të bëhet namazi. Të nderuar dhe të respektuar, sot do të mundohemi që të flasim për një rast, për një moment për momenteve që është hak të besohet, është Israja dhe Mi'raji i pejgamberit alayhi sallam. Pretendohet dhe ka shumë gjasa që Israja dhe Mi'raji ka ndodhur në këtë muaj, edhe pse njerëzit e historisë që ka përmendur ka divergjenca. Sa ka marrë parasysh ne nuk themi saktësisht me datë të caktuar, por do të themi se një prej çështjeve që ka ndodhur në jetën e Rasulullahit alayhi sallam është Israja dhe Mi'raji. Di nocione të ndryshme, di terme të ndryshme. Të nderuar, gjuha arabe është një gjuhë e përkryer. Ata që e studiojnë gjuhën arabe, interesant është se shembujt më konkrete, më të ndërlikuar i marrën nga Kur'ani. Nga kush? Nga Kur'ani, që për orientalistët ka ra teoria e tyre se pejgamberi ka qenë cili ka folur apo ka shkruar Kur'anin, kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë për atë nuk ka pas shkollë. Allahu ka dashur shumë tjetër pejgamberin alayhi wasallam. Edhe është shumë e çuditshme përveç të Kur'anit edhe hadithet e Rasulullahit që analizohen në bazë të gramatikës, hala nuk kanë gjetë, hala lingvistikët e gjuhës arabe nuk kanë gjetë dhe një gabim gramatikor në fjalët e Allahut dhe në hadithet e Rasulullahit alayhi wasallam. Dhe ashtu që është e pasuruar gjuha arabe nga gjithë gjuhët e botës, është një ndër gjuhët më të filtruara nga huazimet e fjalëve të huaja. Tash, për me një gjuhën arabe është një gjuhë e cila është shumë komplekse, shumë delikate në atë aspektin se duhet të jesh shumë i kujdesshëm, dhe për me njohur Kur'anin drejt për së drejti, duhet vajti të njohësh rregullat e gramatikës së gjuhës arabe. Kështu që në gjuhën tek arabët vetëm në përshëndetjen e mëngjesit, para mëngjesit dhe pas mëngjesit ka 5-6 lloje përshëndetjesh. Udhimi tek arabët i para ditës ka qetër emër, udhimi i pas ditës qetër emër, i para mbrëmjes ka qetër emër, dhe udhimi i mbrëmjes sa erët e ka një emër tjetër. Pra, fjala vetë Allah te bareke ve teala kur ka thënë subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. I patëmendër është Allahu që e bati robën e vet. Prej Masjidul Haramit, Gjabës në Masjidul Aqsa. Kjo është një udhtim. Tash me kilometra ka disa, domethënë kilometrat janë vazhdimshëm në cilën shkon diku nga 400 deri 500 kilometra ka distancë mes Masjidul Haramit dhe Masjidul
Isra e para Isra Sara, që ka kuptimin të posaçëm udhtim nate, me një protokoll të veçantë ka e në qështu. Një njeri i cili udhton natën, edhe ka vetëm për një qëllim, nuk ka qëllime tjera, quhet Isra Sara. Më thënë, ecje, edhe këtë terminologi të thotë ecje me një nxehtim të caktuar. Pra, kretë kjo e kupton se fjala Isra Sara, do të thonë ecje me një shpejtësi të caktuar, me një drejtim të caktuar për një jetë të caktuar. Se zatëm nuk është bërë luftë më e madhe, në historinë e njerëzimit gjatë tërë epokës, sidomos pas vdekjes së Resulullah alayhi salam, se sa për Mesjidul Aqsa, që sot e kësaj dite e kemi ne, gjithë dunjaja është cili kush do ta përfiton. Se Mesjidul Aqsa, respektivisht Palestina, që gjendet Mesjidul Aqsa, është djeti i gjithë pejgamberëve, vati i gjithë pejgamberëve të Allahut te bareke. Kiversi i shenjtë, do të thotë, që është ndreç më një herë mbas Qabes, është Mesjidul Aqsa. Pra, kjo nuk kupton se Isra Sara udhtim i caktuar me një jetë të caktuar për një mesazh të caktuar, edhe për me prit nisën më të madhe që t'jeli herë mos e ka të përgjëme, sikur njeri i cili do të shkojë me një udhtim shumë të largët, por ne do të shkojë në aeroport edhe për me hip avionit dhe të shkojë në destinacionin më kryesor. Edhe është për të çuditur pse është përmend shpejtësia edhe vija kryesore gjatë tokës që do të bartë pejgamberi alayhi salam në Mi'raj la. Edhe nocioni i Isra dhe Mi'raj araja prapë ka një kuptim udhtimi, por kjo nuk ka të bëjë një udhtim i rëndëmt për toke që asaj kohe nuk është gjithë kërkush në, edhe sot e kësaj dite një udhtim është ngritur njeriu me avion e kështu me radhë, apo i ka ngritur satelitën, por një udhtim që ka kaluar botën transcendale që edhe me lekët nuk e ka kaluar. Mi'rajin që ka bërë pejgamberi sallallahu me një vend të caktuar, Gjibrili ka thonë, unë njërë këtu e kam vendin. Ka thonë Gjibrili, unë zgudzoj e kam të ndaluar në këtë distancë tjetër të dalë. Prej e zelë, pra një urisë pak të fishme të ka Allahu te bareke ve teala, Allahu krijoi një jetë tjetër barkës të udhtimit për pejgamberin që ishte rreth edhe të bartët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri te Sidratul Muntaha. Kush është Sidratul Muntaha? Di qabe ka, di kible ka në këtë botë dhe në hapësirën. Qabeja, apo ajo që rrotullohen njerëzit dhe drejtim kible që e ka në këtë botë për njerëzit është Qabeja apo Mesjidul Haram. Në Beitul Ma'mur, në Sidratul Muntaha, është Qabeja tjetër për këtë Qabe që këtu me bëjt tavaf Meleul A'la, quhen melajke, dhe më thënë banorët e qiellit. Dhe transmetimet të mutawate të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam transmetohet se mbi arshin Allahu te bareke ve teala kërcëllon numri i melajkeve shumë i madh, edhe ato presën rend. Thuhet, prej kur i ka krijuar Allahu melekët, ka melek që presën rend kur do të vinë në Beitul Ma'mur, edhe për nevojë të avë Beitul Ma'murit. Një shifër tregon nga pejgamberi alayhi salam, qasti nuk matet me kohën ne që kemi me minutazhen me orën, nuk ka qasje
në matjen e djerit, që ban të djerit, po është një matje tjetër, ndoshta është me një shpejtësi shumë të madhe, se kjo që ne e korrespondojmë, 70.000 melek njëherë ku vinë rendi, e bën të hapë darën, edhe ma nuk ku vinë rendi, ato e sosin. Disa djetare ka thënë për qëtër Allahu a bën një obligim, se do të shkojmë atë për naqë, për shjetër, në herdimër, e bën obligimi, ashtu ka thënë për respekt dhe nderë që pati Allahu dhe i melekeve, kjo është më thënë vetëm koment që mëse marë bashkë si shloshtë të qështim, por si do që tjetër në bejtë, në amur, ashtu lihet qast për qasti, më thënë ajo është. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nga krijesat që u bartë në botën transcendale, Zotit te bareke ve teala çket pejgamberit alaihi salatu wasalam ja pali si pejgamber, do thonë nga mucizat e shumta që pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një prej mucizave të shumta që ka pas Resulullahi, pra ka qenë Israja dhe Mi'raji. E mucize, çka është mucize? Të ne të njëme përdorin, valla e ndodhi si mucize. Mucize është një fenomen, është një term që është apostafat për pejgamberin e Allahut dhe njerëzit në bas pejgamberëve mucize nuk ju ndodhin. Dallimi mes mucizes dhe kerametit, keramet nder, ikram. Ka, domethënë ka nder, keramet, edhe ka shembull mucize. Po ti përmendni vetëm një rast. Thuhet se Omeri radiallahu anhu, nga kerametet që kanë pas, se kerametet nuk janë vetëm te sahabët e pejgamberit, kerametet mund të përcjellen edhe tek çdo njeri, domethënë çdo njeri keramet në kohën e Omerit radiallahu anhu, në Medinë ka pas diher dridhje tokë, o drit njëre, o drit përstiti, Hazreti Omeri ka thënë kështu, nëse edhe njëherë dridhet Medinaja, unë do ta lëshoj Medinën. I ka thonë, ja amirul mu'minin, përse tjerëshon, ka thonë, ja ju jeni go laik, edhe unë nuk do t'jem në umbrellën e njerëzve që janë laik, ja unë kam gabuar dikmundje mos ju marrë qartë juve. Thuhet se Medinja nuk është dritë. Nuk është dritë, kjo është një keramet. Keramet tjetër, Amr ibn Asi, një sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ambasador në Egjipt, domethënë te koptët e Egjiptit kur ka qenë atje ka pas një tradit se në vit kur ka shterë lumini, ka la nivelli shumë poshtë dhe njerëzit nuk kanë pas mundësi ta ujitin tokën e tyre, në traditat e koptëve paganë ka qenë që të zgjidhjet çdo vit prej vitit. Vajza më e bukur e tregtit, të stolisët dhe në fund të qohet në bregun e Nilit edhe të therrë. E kanë prerë, edhe gjakin e kanë dhënë te Nili me pretekst të tyre që të shtohet ujë. Edhe Amr ibn Asi i çon letër Omerit radiallahu anhu ka thonë ja amirul mu'minin. Në këtë popull, edhe pse këto nuk janë musliman, por unë të jam ambasador i Islamit, parasive të mi dhe në prezencën time, po atë një çështje shumë e çeloditër kanë frikë se Allah do të dënone, se unë nuk i kam format dhe metodat dhe fuqinë andalike, ka thënë çfarë të bëj. Hazreti Omeri radiallahu anhu e ka shkruar një letër. Bismillahirrahmanirrahim. Ka thonë në emër të Allahut mëshiruesit mëshirëdhënës. Prej amirul mu'minin, deri të fisi kopë. Këtë letër, lexonja dhe hudhja në një. Këtë letër, lexonja dhe hudhja në vetë. Në vit, ka qenë një fis me prestigj, me një autoritet shumë të lartë, edhe ti në parë si mirë se ta shohëm atë ndodhje, kjo puna nuk ndodhë. Edhe kur e hapën Amr ibn Asi, e ka hapën letër, ara e tim në letër ka shkruar kështu. Citoj. O një, nëse ti buron nga vegja yte, tu shtet edhe pika e fundit që ke.
Nëse ti buran ka I gjithë mëshirshmi, furnizuesi nga Allahu te bareke ve teala, shtohu dhe jepu bereqet t'i popullit. Edhe kanë duke. Një vjetë e kanë marrë këtë puna, të zbonë, ase kohë, deri sot një kur më nuk ka ra në nivel që mos rritë tonë. Kjo është keramet, dhe më tonë keramet. A mu'gjize, si mu'gjize, ndahen në disa kategori. Vetë ndodhja të njerë është në penjatishme. Vetë ndodhja. Shërmut, shkopi, apo dhe gjatë, shkopi, gjatë. Jo. Shkopi s'bëhet gjatë. Po jo është bërë mu'gjizja e Musait alayhis salam, shkopi është bërë gjatë. Kjo diçka vetë ndodhja është në penjatishme. Tjetër çfarë ka? Ndodhja, mu'gjizja tjetër ndodhja në kohën binatishme, momenti si ka ndodhë, është në binatishme. Si është e në binatishme? Kohën e Lutit alayhis salam. Allah e shanohu që I ka dënuar ato. Lutit, Saliut alayhis salam, të mërë, të mërshme. Në kohën, janë do momente për të cilat e binatishme në kohë shiu dhe fortuna, por momenti kur t'i thua se si do bëhen, është e binatishme. Ose ti qëta që ka thënë pejgamberi sa, pas kësaj lufte që filon në Afriku, filon vendi dhe të gjeni të vdekur dhe të raskapitur. Edhe ka ndodhur. Pra, momenti si moment, në thëmë të ajo. Kurse mu'gjizja e Isra dhe Mirajit është e kategorive të para të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuhi, Musa, Ibrahimi, edhe shumë tjerë, ata krejt kanë pas mu'gjizje. A mu'gjizat e Rasulullahit alaihi wasallam, janë konë pa si më të veçanta. Gjithë mu'gjizat janë shku me pejgamber. Ka vdek ai pejgamber, por shku edhe mu'gjizja. Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë mu'gjizat vdiqën me pejgamberin. Vetëm një mu'gjizë është ende prezent në Mene. Cila është mu'gjizë? Mu'gjizë më të madhe është Kur'ani famullar. Mu'gjizë më e madhe është Kur'ani famullar. Ai I cili ecën në sipërfaqen e tokës. Ai I cili është libër I pandrishuar. Gjithë librat linore kanë shtyr dorë njeriu ideologji. Kur'ani Allahu e mori në garancë edhe në tjetër si ligj deri në ditën e Kiametit. Mënyra, javën tjetër inshallah, do të shpjegojmë më detajisht ndodhjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, si ka ndodhur Miraxhi, si e tregon Hazreti Aisha dhe disa sahabit e pejgamberit alayhi salam dhe bartja e Resulullahit mbi 7 katkej dhe në momentet se çfarë ka ndodhur në transmetimet mutawatir të sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam, inshallah taala në mënyrë detaje. Ma konkretisht, në javën tjetër do të marrëm më saktësisht, informacionin se ndodhi mu'gjizja e Isras dhe Mirajit dhe çfarë ishte mesazhi kryesor I bartjes së pejgamberit alayhi salam prej tokës deri në 7 katje. Lusim Allahun te bareke ve teala për muajve që jemi, gada shkohet edhe tua hargjitet edhe muaj Rajab, I shtem vepra tona të mira inshallah taala. Na vjen muaj Shaban, pas muaj Shaban, na vjen edhe muaj Ramazan. Inshallah Allahu taala na mëson që çdo hapësirë dhe mundësi që Zoti na ka dhënë ta shfrytëzojmë për të mirën edhe në iman dhe në qendrën e Allahut si të botë dhe në botën tjetër.